U ngritën të gjithë banorët e Medinës me lotë dhe me vaj, duke menduar se është ngjall pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Enesi radhiyallahu anhu që ditën kur kishte ndruar jetë pejgamberi i Allahut, nuk I kam parë njerëzit se si qanin dhe se si vajtonin si atë ditë kur bëri ezanin Bilali pas shumë viteve. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë gjelle wa ala e madhërojmë, për Allahun te bareke ve teala në sejdë dhe në rukubim, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na udhëzoi, e falenderojmë Allahun gjelle wa ala që na drejtoi në rrugën e Islamit. Ne nuk dinim që të udhëzohemi për në Islam, po mos na kishte marrë Allahu gjelle wa ala nga rruga e devijimit për në rrugën e udhëzimit. Ne nuk e dinim se çka është shahadeti, po mos na I kishte hapur zemrat Allahu gjelle xhelalu që ta shqiptojmë shahadetin la ilaha illallah. Paqja dhe mëshira e Allahu gjelle wala të gjitha qofshin për zotriun ton, pishtarin drejtues Muhammedin të birin Abdullahi salawatu rabbi wa salamuhu alej, e që nuk njeh histori e njerëzimin nga I pari deri tek I fundi njeri sikur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edebeni Rabbi fa ahsana ta'dibi, më edukoi Allahu dhe e përsosi edukimin tim. Allahu xhallahu ala për këtë njeri tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm si mëshirë për mbar njerëzimin. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala qofshin mbi atë njeri. Elusim Allahu xhallahu ala që të dërgon salavat dhe selame për Muhammedin, aq sa është numri I jeve në qiell. O Allah, dërgo salavat dhe selame për Muhammedin, aq sa është numri I gurëve në tokë. O Allah, dërgo salavat dhe selame për Muhammedin, aq shpesh sa ndryshon nata me ditën, dhe aq sa është numri besimtarëve që ditën kur e ke kriju qiellin edhe tokën. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, një prej momenteve më të bukura në jetën e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum ishte momenti kur ata uleshin në përsafet e xhamisë dhe priteshte që të bëhet ikameti e që të del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej pas perdeve atje ku I kishte dhomën e Aishës radhiyallahu anha, dhe dilte pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam një bukurosh I bardh me mollza të skuqura, I nalt, kur este me të shpejt, kishte një shikim për në tokë, asnjëherë nuk shihne majtas edhe djathtas. Ju I jepte selam sahabëve, selamu alejkum wa rahmetullah. Çdo herë I buzëqeshur, ashtu siç thot Xherir ibn Abdullah, ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam illa mubtasima. Asnjëherë nuk ka ndodhur që ta shoh të fytyrën e Muhamedit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm të buzëqeshur. Dal ngadalë ju vëllezërit e mi, hynte në saf derisa vendoseshte tek vendi I imamit, ju ktheheshte sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum I buzëqeshur përsëri dhe ju thonte atyre: "Istau sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamami as-salah." Njerëz, o vëllazën, drejtoni safet, se plotësimi I safeve është prej plotësimit të namazit. Pastaj hynte në namaz duke thënë Allahu Ekber, Allahu është më I madhi, dhe fillon të recitimin e librit Allahu Gjelle wa Ala, e reciton të surën Fatiha, La ilaha illallah, të këshim ndodh një natë për atyre netëve të bukura të Medines, e ta digjonin zanin e bukur të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e që Barra ibn Azib radiallahu anhu thot, në një natë prej netëve, e fala namazin e jacis me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Wallahi nuk kam digju zamë të bukur se zani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e njerëzve që ishte në saf, që faleshte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishte një djalosh I ri, emri të cilit ishte Thauban. Ai radiallahu anhu e deshte shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por edhe të gjithë sahabët e deshnin shumë pejgamberin e Zotit alaihi salatu wassalam. Në një natë prej netëve fali namazin e jacis me Rasulullahin, dhe pas namazit e jacis shkoi në shtëpinë e tij. Ja kujton të gruas të tij dhe fëmijëve të tij ato momente dhe çaste të bukura me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe derisa ishte duke va kujtuar atyre,
momentet e bukura me pejgamberin e Allahut, e kaplonte malli për ta pa përsëri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ikte prej shtëpisë së tij me të shpejt shkonte tek i dërguari i Allahut, ja trokite derën dhe i thonte: o i dërguari i Allahut, wallahi inni la uhibbuk, o i dërguari i Allahut, pasha Allah, shumë të dua. Dhe shpeshherë me familjen time bisedoj bisedën për ty dhe me malli për ty, o pejgamberi i Allahut. Por ja Rasul Allah, sa herë më kujtohet në veten time, një ditë unë do të vdes dhe një ditë ti do të vdesish, e ti do të jesh në xhenetet e larta, e unë edhe në qoftë se më mundson Allahu të jem në xhenet, ndoshta do të jem dikun lart prej teje dhe nuk mund që të shoh. La ilaha illallah, cila ka qenë gajlje e sahabëve të dërguarit të Allahut, që ndoshta në botën tjetër nuk mund ta shohin pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë halli kanë zemrat tona, ju vëllezërit e mi, që edhe në dunja nuk mundëm që ta shohin pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëri dërguari i Allahut e pa dhe eshti, derisa zbriti Xhibril Emini prej shtaqieve. Ja zbriti ajetin kuranor ku Allahu Gjellu Ala thot: wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Allahu Gjellu Ala thot në surën Nisa: e kush e ndjekën rrugën e Allahut dhe rrugën e të dërguarit, të tillë do të jenë në xhenetet e Allahut me pejgamberët e Zotit. Tha Thubani radiallahu anhu: Allahu Ekber. Kurse Enes ibn Maliku tha: dita më e bukur që ditën kur e kemi pranuar Islamin është ky ajet, ajeti Allahu Gjellu Ala: kush e ndjekën rrugën e Allahut dhe rrugën e Muhamedit, të tillë do të jenë në xhenet me pejgamberët e Allahut. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: el mar'u ma'a man ahab. Njeriu do të jetë në xhenet me atë të cilin e don. Dhe ne dëshmojmë Allahu Gjellu Ala dhe mbajtësit e arshit Allahu Gjellu Ala, se pas 1500 viteve, edhe pse nuk e kemi pa pejgamberin e Allahut, ne e duam pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, dhe qoftë kjo dashuri ndërmjetësim për ne ditën kur do të dalim para Allahu Gjellu Ala, që Zoti ma të na ulën në sofër me pejgamberin e Zotit alaihi salatu wassalam. Në një ditë prej ditëve, o ju vëllezërit e mi, tabiinë, pra gjenerata e dytë pas sahabëve, të cilët nuk mundën që ta shohin pejgamberin e Allahut, e pan një prej shokëve të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që quhej Abdullah ibn Amr ibn al-As, dhe i thanë: o Abdullah, ti ta mundsoj Allahu Gjellu Ala që ta shohish pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na i përshkruaj fytyrën e të dërguarit të Allahut. Tha: vallahi nuk munden, se kur pasha Allahun nuk u ngopën sytë e mi duke pa pejgamberin e Zotit alaihi salatu wasallam, nuk di se si ta shpjegoj atë fytyrë të bukur. Kurse Enes ibn Malik radiallahu anhu thonte: në një natë prej netëve, kur hana ishte e plot, e pash hanën e bukur dhe të ndriçuar, dhe në moment e pash fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wallahi fytyra e Muhamedit ndriçonte më shumë se sa fytyra e hanës alaihi salatu wassalam. O ju vëllezërit e mi, sahabët radiallahu ta'ala anhum edhe në luftë kur shkonin vazhdimisht e shihnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe në haxhin e lamtumirës vazhdimisht e shihnin pejgamberin e Allahut. Por ndonjëri prej tyre që ishte muezini në mesin e tyre, edhe muezin llokun kur e bante e shihte pejgamberin e Allahut, ja ku ishte Bilal ibn Rabah radiallahu ta'ala anhum, i cili, o ju vëllezërit e mi, sa herë që e bënte ezanin, kur arrinte në eshhedu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut, e hudhte shikimin në safin e parë dhe e shihte pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë ditë kur ndroi jetë pejgamberi i Allahut alaihi salatu wasallam në kohën e duhas, pra në orën 9 në mëngjes, ngjitet Bilali radiallahu ta'ala anhu në kohën e qendis që ta bën ezanin: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dhe kur arriti në eshhedu enne Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut, e hudhi shikimin në safin e parë, ta shihte pejgamberin e Allahut me kokën e ulur se si e madhëronte Zotin e tij dhe nuk e pa. Atëherë ju kupuzani Bilalit radiallahu anhu prej të qajturit, e ndali ezanin dhe tha: Bilali më mbas soti nuk mund ta bën ezanin në Medinë. Dhe me njerë pas namazit e i qëndis, i tha gruas së tij dhe fëmijëve: bëni gati raçe se do të ikim pe Medinës, se wallahi nuk bëhet razi zemra e Bilalit që të qëndron në Medinë dhe ma në të nuk është pejgamberi Allahut. Dhe kaluan disa vite, o ju vëllezërit e mi, në një natë prej netëve, derisa Bilali shkoi pra në Damask, në Shamin e sotshëm,
Bilalin e pa në ndër pejgamberin e Allahut, i cili i tha, na harove o Bilal, na harove o Bilal. Atëherë të nesëm e sabah Bilali u thot familjarëve të tij, bëhuni gati se do të nisemi për një udhtim. Për çka u bë ky udhtim i papritur kështu? Tha do të nisemi për në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkoi Bilali radhiyallahu anhu me javë dhe me javë, 1400 kilometra larg nga Shami deri në Medinë, derisa arriti në një natë prej netëve në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hyri brenda në xhami, o ju vëllezër e mi, nuk ishte prezente edhe muezini. E shehte Bilali radhiyallahu anhu vendi ku e kishte bë ezanin dhe vendi ku qëndronte pejgamberi, zotriu i bijve të Adnanit alayhi salatu wassalam. Dhe janë në momente erdhi ezani sabahu, pra shkrepi agimi i mëngjesit, dhe Bilali u ngjit që ta bën ezanin e sabahut. Allahu akbar, Allahu akbar. U ngritën të gjithë banorët e Medinës me lot dhe me vaj, duke menduar se është ngjall pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, nga nostalgjia që e kishin për zanin e Bilalit radhiyallahu anhu. Thotë Enesi radhiyallahu anhu që ditën kur kishte ndruar jetë pejgamberi Allahut, nuk i kam parë njerëzit se si qani dhe se si vajtonin si atë ditë kur bëri ezanin Bilali pas shumë viteve. E kur erdhi momenti i fundit i jetës Bilalit radhiyallahu ta'ala anhu, dikush prej të pranishmëve qante aty pra prej djemve dhe gruas së tij, ai u tha atyre mos qani, غدا ألقى الحبيب وصحبه, mos qani se nesër insha Allah do të atakoj të dashurin tim Muhamedin dhe shokët e tij. O ju robër të Allahut, shembulli më i mirë për dashurin që e kishin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Çka mund të flasim për Ebu Bekrin? E gjithë emri i tij, e gjithë qenia e tij flet për dashurinë ndaj pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Derisa në një ditë prej ditëve, duke qenë Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu në Mekë, Utbe ibn Rabi'a ishte një prej pabesimtarëve mushrikëve. E rafti Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu aq shumë derisa e përgjaku dhe ra në komë Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. E mori familja dhe fisi i tij nga Beni Temim edhe dërguan tek shtëpia e tij. Sa që menduan se ka ndruar jetë Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe në një moment pak para akşamit kur u kthjell Ebu Bekri dhe u gëzuan familjarët e tij se Ebu Bekri ende që ka gjallë, fjalën e parë që e tha, "Kejfa Rasulullah", si është pejgamberi i Allahut. Ata i thanë qetësoju Ebu Bekr, shih njerë veten tënde, fillo të hash edhe të pish. Pastaj të tregojnë për Muhamedit, tha pasha Allahun, nuk ka mundësi që të ha dhe të pi dhe nuk bëhet razi shpirti im derisa të shkoj ta shoh pejgamberin e Allahut. Dhe kur e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e përqafoi atë dhe atëherë ju qesu shpirti Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. O ju vëllezër e mi, këto ishin diçka pra se pakicës të shumë ngjarjeve dhe ngjarjeve të tjera që aludojnë për dashurinë e madhe që kanë pas sahabët radhiyallahu ta'ala anhum për pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Elusi Allahu xhalla wala që na mëson një ditë të pim prej duarve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ya rabbel alamin, sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Në realitet kjo dashuri e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum ka qenë dashuri e ndërsjellët. I tillë ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Ai kishte një dashuri marramense ndaj sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Imagjinoni ju vëllezër vinte një borxhli tek pejgamberi i Zotit, gjithë natën nuk e zëte gjumi. Tu mbajt gajle si të bëj diçka që nesër këtij filani be të ndihmojë t'ia shpagoj borxhin. Ashtu si që e shpjegon Allahu xhallahu ala dhe e paraqet këtë njeri në Kur'an duke thënë azizun alayhi ma anitum, ati i vi rënd kur ju godet ju një rënd alayhi salatu wassalam. 12 ditë para se të vdesë ju vëllezër e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me disa prej shokëve të tij shkon edhe i viziton varrezat e Uhudit, i përshëndetën ata me selam, bën lutje për ata që Allahu t'i falë dhe t'i mëshiron, dhe ndër të tjera tha, ju keni shku para nesh dhe ne do të vim pas jush, Allahu na fal ne edhe ju. Dhe duke u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në Medinë, ju thot sahabë për atyre shokëve që ishin rreth tij, ju thot atyre ishtaqtu li ikhwani, më ka marrë malli për vëllezërit e mi. Ata u çuditën dhe thanë, o i dërguari i Allahut, pa nuk kemi ne vëllezërit e tu, për të cilët ty të pas ka marrë malli aq shumë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha atyre, bel entum ashabi, por ju jeni shokët e mi, ju jeni shoqëruesit e mi, e vëllezërit e mi janë ata të cilët do të vinë pas meje,
do të më besojnë edhe pse nuk më kam pa, eshhedu anë Muhammed Rasulullah. Sot e para 1500 viteve, vëllahu im përmalloh, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mua dhe për ty. U përmallu zemra e të dërguarit Allahut alaihi salatu wassalam për ata njerëz që pas 1500 viteve me 5000 kilometra largësi vijajrore përmalloheshin për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. O ju robër të Allahu Gjelle Gjelalu, wallahi billahi, nuk ja di e vlerën këti njeriu, vetëm i madhi Allah te bareke ve teala e çeka përzjedh në mesin e krijesave të jetë krijesa më e dashur e Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk do ta kuptojmë vlerën e madhe të këtij njeriu vetëm në ditën e Kiametit të madh, kur zjarri i xhehenimit do të vijë në tokën e mahsherit, aty ku do të jenë të gjithë njerëzit dhe do t'i kërkon leje Allahu Gjelle wala, ja Rabbi më jep leje që t'i përbit të gjithë njerëzit. Veçanërisht ata të cilët thanë që nuk ka Zot, ata të cilët e mohuan Allahun Xhellahu ala dhe u bën mendje mëdhenj ndaj Zotit Xhelle Xhelalu. I vetmi o ju vëllezërit e mi i cili do ta ndalën zjarrin e xhehenemit dhe vetë zjarri do t'i thotë ty jam i urdhëruar që të mos të ta kundërshtoj urdhrin tënd, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë ditë kur Allahu Xhellahu ala do t'i thotë xhehenemit, përgjigju urdhrit të robit tim alaihi salatu wassalam. Do të vendoset ura e siratit mbi njerëzit e ju vëllezër, e vetmja shanse dhe mundësi për të kaluar në xhenetin e Allahut është ura e siratit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, unë do të jem në urën e siratit dhe fjala ime do të jetë Allahumma sallim sallim, o Allah shpëto shpëto, o Allah shpëto shpëto. Pra ja Rabbi shpëto sa më shumë njerëz, amanur Zoti i madh Xhelle Xhelalu. 50.000 vite do të qëndrojnë njerëzit në këmbë, do të shkojnë tek Ademi, do të shkojnë tek Musa, tek Isa, e të tjerët dhe pejgamberëve të Allahut, derisa në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të jetë ai i cili do t'i lutet Allahu xhallahu ala që ta bën llogarin e të përfundojë njerëzit kush për në xhenet dhe kush për në xhenem. O robër të Allahut, një njeri e dashuron atë që e njeh. Andaj sa më shumë që lexojmë dhe mësojmë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë do të na shtojë dashuria për të. Fatkeqësia e madhe ju vëllezërit e mi është për ne dhe për fëmijët tanë dhe për djelmoshat e ri, se më mirë e njohin një këngëtar dhe një artist dhe një futbollist se sa e njohin pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe si e tillë mbërziten dhe ndjej keqardhje kur filan ekipi humbën ndaj një ekipi tjetër vetëm e vetëm se në mesin e tyre është filan lojtari të cilin unë e dua shumë. O ju robër të Allahut, i dim disa detaje për jetën, për veprimtarin, për emrin, për mbi emrin, ndoshta edhe për numrin e këpucëve të ndonjëri për artistëve dhe futbollistëve, kurse nuk dim shumë për detajeve të jetës të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i tillë që e përmenda paraprakisht. Ai bënte dua dhe lutje për ne alaihi salatu wassalam. Po e rikthej edhe një herë fjalimin o ju vëllezërit e mi, njeriu do të jetë atje në botën tjetër me atë që e don. Kush e don Allahun dhe pejgamberin, do të jetë me Allahun në xhenet dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me gjithë trashëgimtarët e pejgamberëve të Allahut. Kurse Zoti na ruaj, kush i don pabesimtarët dhe ata të cilët janë të çthurë dhe të dalin nga rruga e Zotit xhallahu ala, kanë frikë se mos më na ringjallën Allahu xhallahu ala në ditën e Kiametit me ata njerëz. Elusa Allahu xhallahu ala që na falë dhe na mëshiron, na kaplon me rahmetin e tij me të vërtetë Zoti im dhe Zoti ju shumë falës.